Si ta dalloni nëse buka që blini është mengjyrues ose jo? Ekspertët tregojnë trukur. Për të rinjt dhe të rriturit, konsumi i bukës është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Studime të shumta kanë provuar vlerat që ky produkt ka në organizëm. Karbohidratet dhe mineralet që përmban buka mund të ndihmojnë në uljen e riskut të prekjes nga komplikacionet e zemrës, diabeti, tensioni i lartë i gjakut, madje edhe mbipesha. Por lajmet e fundit në lidhje me të sigurojnë ngjyrues të shtuar tek buka, të cilët kanë ngritur edhe problemin. Atë që ju nevojitet janë 2 gota qelçi me ujë në një fet bukë. Në njërin nga gotat vendosni një fet bukë që keni bler për ta konsumuar, tjetrën e mbushni vetëm me ujë për të parë ndryshimin. Feta e bukës mjafton që të lihet në ujë për rreth 1 orë për të parë rezultatet e para. Sipas zbrajtësajt, kjo është një teknikë. Pas 1 ore kulloni ujin dhe krahasoni atë me gotën e dytë. Nëse ajo ka një ngjyrues të lënë pasi keni hequr fetën e bukës, me siguri nuk keni bërë zgjedhjen e duhur.